Tani do të flasim për një platformë që është ndërtuar nga rekrutues dhe dizajnuar për rezultate konkrete. Një platformë që mundëson analizimin e CV-ve, përmirësimin automatik sipas kërkesave të tregut dhe krijimin e profileve profesionale që dallohen. Për me fol më shumë për këtë platformë, kemi këtu në PR Zone Deniz Didikovic, HR Manager apo menaxher i burimeve njerëzore në Match.me AI. Përshëndetje, jemi taku disa herë këtu gjatë sesioneve. Uroj që po kalon mirë dhe po e shijon samitin. Përshëndetje Fiona, faleminderit për ftesë. Sinqerisht, koha që po kalojnë këto është shumë e mirë edhe kjo networking na bën edhe më shumë që shihemi edhe të shkëmbejmë informata mes njëri tjetrës. Tregon sa është e rëndësishme për ju që t'jeni pjesë e Power to HR si një platformë që na bën me diskutu realitetin e ri që po e përjetojmë në një mënyrë pak më të thellë. Komuniteti i burimeve njerëzore ose rekrutera është shumë e nevojshme me pas që se eventi, mas pari. Pse edhe se unë gjithë thamë që na mundëm me mësu për njëni tjetërit. Idejat si cili i ka edhe që to idejat ndoshta neve në ndihmojnë në punën tona që i kemë. Që kjo eventi në ndihmojnë edhe nikosisht pak ma shumë më socializu, me dalë jashtë azyrës që thamane, që me pas një vizion qysh tjerë të punojnë në drejtim për njerëzore. Unë e përshkryta pak a shumë edhe një përshkrim të shkurtër edhe të platformës, po për ata që nuk janë të njohur me Match.me AI. Si do ta përshkruaj shkurt çka ofron platforma juaj? Prej kondit burimeve njerëzore ose si rekruter, e shoh një lehtësim për neve të jashtëzakonshëm. Pse? Së pari na jemi mësu me punu punë manuale. Me thonë, nëse shpollëm një pozit në platforma ndryshme, na pas një kohë ja nisëm mi pranu CV-at të kandidatëve potencial. Edhe që ajo puna manuale që i thomone është na duhet me rishiku si cilin CV një ka një. Me shkarku, me analizu e tjera. Platforma në ndihmon qëtë proces se vetëm platforma e bon screening të CV-ve. Edhe në bazë të përshkrimit punës, e sheh a është CV-a për afërt për përshkrim punës, edhe janë ato requirements që nxirret prej platformës që na jep shembulli cila CV është më e veçantë në qëtë proces. Pra cila CV, cila aplikim përputhet me kërkesat dhe kërët që i keni publiku. Ashtë. Edhe kjo neve na lehtëson bajagi se nuk kemi nevojë me shpenzu kohë me lexu CV-n si cila. Platforma ta jep tani shembulle, ta jep një front sheet që e thojnë ana, pasqyrave qasoj CV, veçuritë cilat i ka, edhe pse çaj kandidat është potencial për çat pozitë që është shpall. Cili është problemi më i madh që shihni sot në procesin e rekrutimit? Deri me tani me qitë eksperiencë. Për shqetësimeve që i keni sa i përket. Deri me tani me qitë eksperiencë është ajo puna manuale. Kompanitë duan më vedisu. Ende që funksionojnë manualisht, apo jo? Po, ma prapë thëmone, na duhet më vedisu. AI është diçka që është të ardhë, është me një shpejtësi të madhe, edhe na duhet me anis me integru platforma ndryshme të cilat na lehtësojnë punën. Nëse rekruteri ose HR departamente e kanë një volum të madh pozitave të shpallura, edhe volum të madh të CV që e pranojnë, atëherë duhet më gjendë një metodë për të lehtësuar punën të HR-ave dhe rekrutera. Tregon pak a shumë një dallim që ju e keni vrejtur vetë si kompani para dhe pas përdorimit të Match.me AI. Sa kohë keni humbur ndoshta në filtrimin e gjitha aplikacioneve? Vet ideja... Sa kohë po fitoni sot më shumë? Vet ideja për Match.me AI ka ardhur prej rekruterit, dhe me thonë pronarit, të këtë rast i cili ka eksperiencë bë 20 vjetë në rekrutim, edhe të e ditë first hand që puna manuale, sfidën kryesore, atëherë ka rrjedhur që ajo ideja që me qëtë platform mundet mu lehtësua edhe puna e rekruterave ose të HR. Tregon për ata që më na dëgjojnë për një kompani që ende funksionon manualisht, çka ndryshon konkretisht përveç kohës që e fitojnë, çka ndryshon konkretisht në efikasitetin dhe përditshmërinë e një menaxheri të burimeve njerëzore pasi fillon me përdor platformën tuaj. Po flasim edhe për korporatat më dha që kanë me mira punëtor. Unë gjithmonë them koha është shumë e vlefshme.
Dhe arsyeja pse e them këtë është se na të gjithë i kena ato detyrat tona specifike që të kryjmë gjatë ditës. Edhe një platformë e tillë mas pari na lehtëson, tjetra e ka një efikasitet, edhe njëkohësisht na ruan që atë kohën mundëm me përdor që atë kohën shumë ma shpejt edhe me përdor që me screen CV-at ose me shiku CV-at në mirë ma të shpejt. Si e shet të ardhmen e rekrutimit pelom në 5 vitet e ardhshme dhe çfarë roli mendon që ka me pas AI në këtë proces, duke parë ecurin e AI deri më tash? Mendoj edhe besoj që do të kome qenë një lehtësim për neve, si HR e rekrutera, nëse e përdorëm në mënyrë të mençur, nëse guzaj me thonë, shëndetshme, njëkohësisht, dhe edhe besoj që puna jonë ka me qenë shumë ma e lehtë. Denis, një këshill në fund për kompanitë që ndoshta ende hezitojnë, janë skeptik në përdorimin e inteligjencës artificiale? Gjithmonë thamë, mas pari na duhet me eduku vetëm, për pse ekziston një platformë e tillë, pse që ajo platforma e tillë e lehtëson punën në departamentin e burimeve njerëzore në këtë rast, ose në departamentin që merren vetëm me rekrutim, kjo është edukim, është diçka që neve, edhe ajo është pjesa e edukimit tonë, që duhet më mësu çdo ditë çka na lehtëson, edhe asnjësi nuk e shoh si zaventësim sa i përket pjesës njerëzore, po është diçka që na lehtëson punën tonë për ditëshme që në të mirën e vetë njerëzve. Vetë njerëzve o njëkohësisht kompanisë. Denis, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.